nuk është vetëm dita e parë e vitit të ri, por edhe dita e parë e jetës së re të djalit tim, gëzuar për veshkën e tij të re. Gëzuar veshkën e tij të re. A është e mundur të festohet për një veshkë të re? O nuk të thash se nëse përpiqesh të arratisësh do të të rra i poshtër. Mbaroi këra. Shpëtove. Mbylle. Të festosh jetën tënde të re është shumë argëtuese, domethënë. A e di Barbaros që e këtu? Më trego pra. Sigurisht që jo. Pra nëse do të adinte, do të kishte gërmuar një varr aty dhe do të varroste ty të gjallë në të, dhe pastaj do të më mbyllte mua këtu. Sigur të më varroste. Përse? E ti sapo ktheve nga vdekja? A dëshiron të vdesësh përsëri? Çfarë ndodhi? Çfarë dëshiron? Prandaj je i zemëruar me mua, apo jo? Sepse të shpëtova jetën ty. Përse, Kara? Sepse unë nuk di të jetoj. Unë gjithmonë jetova për t'i sjellë drejtësi Karës së vogël i cili i la në këtë shtëpi për të vdekur. Dhe tani po më thua mua ka një shans për t'jetuar jetën tënde. Gyllaj që unë as që i kisha menduar ndonjëherë se çfarë të bëj nëse jetoj. Kara, ne me ty sapo jemi takuar tani? Por unë jam ai fëmija i njëjtë. Se ne atë tiganin e skuqjes nërsa ti e ti me qepash në atë foto.
Ne kemi 23 vite që nuk mund të jetoni mas pak. Hajdeja ta mbyllim atë gjë. Ti më divorcove mua, si mund ta mbyllim tani? Unë po flas për diçka tjetër tani, a mund të jesh serios për 2 minuta? Mirë, në rregull, çfarë përpiqesh të thuash? Po them eja dhe më ndihmon ta menaxhoj kompaninë. Pse? Sepse unë jam një fëmijë rruge që ende nuk kam as diplomën arsimit fillor. Jam thjesht një fëmijë rruge. Nuk e di se si duhet të drejtoj një kompani. Harroj menaxhimin, nuk e di as si ta falimentoj atë. Si thua tani? Ti derisa të gjesh një qëllim të ri për të jetuar jetën? Më ndihmo mua të rindërtoj jetën time të re, pra. E di mund të bie shumë lehtë në dashuri me ty. Shiko, kjo është hera e dytë që po ma thua këtë. Nuk thash as që herën e parë me që po vdisje dhe po flisje pa kuptim, por këtë herë të betojmë se do ta kodas kokën tënde aq fort. Mirë që të sohu, thash mund ta bëja, nuk thash që rash në dashuri. Gjithashtu, nuk mund të përballem me një dashuri pa përgjigje, ndërsa ti je i dashuruar me atë barbaros të çekuilibruar. E të lumt atëherë. Djali e zgjuar qenke. E çfarë po thua tani? A do të punosh me mua në kompani së bashku? Jam shumë kurios për diçka. A e di Barbaros këtë? Jo. Do të jetë edhe për të një surprizë, pra. Mirë atëherë, nëse thua kështu. E po, nëse bijem dakord për pakën time. Të shohim. E hajde të shohim atëherë. Atëherë, ti do të shpëtosh nga ky vend dhe nga errësira e kësaj shtëpie. Dhe le ta varrosim gjithë këtë shtëpi dhe të gjitha kujtimet që lidhen me të. Hajde ngriu. Ngriu, shpejt. Çfarë do të bëjmë? Do të qëndroj në shtëpinë tënde? Ha? Do të qëndrosh në shtëpinë time dhe Barbarosi të shkatrojë të shtëpi bashkë me të gjithë ne. Ai ka probleme serioze zemërimi. Hajde, dëgjoj, shteti tashmë ka marrë përsipër këtë shtëpi, është e vërtetë se mund të fusi në burg për thyrjen e vulës. Urdhëro. Do të qëndrosh në hotel derisa të gjesh një shtëpi. Ju çfarë po bëni këtu? Kishte një zinxhir andej nën peshin, 23 vjet më parë. Shumë kohë më parë. Nga atje mund të shkosh në tunel dhe mund të zbresësh. Ka një derë që të qonë në tunel përmes dhomës së motorit. Përmes kësaj dere mund të hysh në dhomë. Ka dritare. Disa dritare me hekura. Kam mindi insekte që ecin sipër. Gjëra të tilla. E janë.
në veshkën tënde ty. Po ti nga e di. Ata u përpoqën të bënin të njëjtën gjë edhe me mua këtu. Çfarë po thua? Ne erdhëm në këtë ferr 23 vjet më parë për t'ju shpëtuar. Ata e kapën Mergjanin. Po të mos i vinte Aliu një thik në fyt erdall pollatit dhe të shpëtonte Mergjanin, do t'ja merrnin veshkën edhe asaj. Pra ju e shpëtuat Mergjanin dhe më latë për herë të dytë ata, apo jo? Të betojmë që nuk të lash. Sigurisht. Kara, ata të gjithë më thanë se ti ke vdekur. Të thanë që kam vdekur. Çfarë duhet të bëj tani, Gyleshe? Çfarë duhet të bëj unë? A duhet t'i përqafoj ata? A duhet t'i fal ata që më kanë braktisur? Çfarë duhet të bëj? Ata të rriten mirë, por nuk mund t'i falësh. Nuk mund të fal. Dakord, mos më fal. Merri jetën tonë. Por bëj atë që them ndërsa qëndron me ne. Jeto me ne. Pse? Për të shpëtuar ndërgjegjen tënde, për t'u ndjerë më i qetë. A vërtet mendon se do t'jemi qetë? Ha? Përkundrazi, ti do t'jesh ndërshkimi im që nuk do të përfundoj kurrë. Mendo vetëm pak. Fëmia që sakrifikova do qëndroj para meja si një keqardhe. A mund të marrë një dënim më të keq se ti? Mos na falni neve. Që të dy ju. Por mos harroni se ne jemi një familje. Djalë. Pas një kohë shumë të gjatë, pas 3 u ribashkuan. Mund të jetë pas një kohë të gjatë, por jo sot, zëqë të rrugës. Faleminderit për veshkën. Me të vërtet faleminderit. Ti erdhe të më shpëtosh mua dhe mendova se kam vdekur dhe ike. E besoj edhe këtë, faleminderit për të. Por ti më ke dhënë mua, mor djalë. Ti më le mua. Më ke lënë tek trafikanti i fëmijëve. Ne e bëm. Por ne ishim fëmijë. Edhe unë kam qenë fëmijë. Isha fëmijë kur më morën veshkën. Isha fëmijë kur u zgjova në banjë me plotaku. Dhe kur Erdalli më goditi isha fëmijë. Kur më lëndoi këmbën me zinxhir edhe unë isha fëmijë. Fëmijët e vdekur nuk mund të rriten. Dhe të plagosurit nuk mund të falin. Ne do të presim që të rritesh. Kara, Do të presësh një kohë të gjatë, si të dëshironi ju. A do të vish? Po vi. Kjo ishte në rregull. Tani për tani. edhe unë kështë mendoj. Edhe unë. Dhe gjëqa ju Hafiz? Ata janë poshtë. Pse po fshihesh? Nuk po fshihem. Nuk po fshihem unë do dal tani, por ti shko dhe mere familjen, hajde. Motër, së pari do të përgatis mëngjes. Emine, do ta bësh pra mos u shqetëso. Do të kujdesesh për ata dy pishkaqenët atje poshtë tani, më duhesh. Çfarë mund të bëj një fëmijë i vogël? Derisa unë të sulmoj me armë dhe me top,
Ai do të më mbroj mua në ndërkohë. Hajde, shko me ratë, hajde. Në rregull. Në rregull. E atë në najës. Ai, a qenë ka zgjuar mjalti I tezës së vetë? Ha? Hajde, shihemi. Shihemi. Çfarë po bën ti, ha? Çfarë po bën? A mund të ha diçka para mëngjesit? O, zot, prit, fëmijët do të vinë së shpejti dhe do të ha mëngjes. Aha! E jani këtu, e jani, ma sill mua. Hajde, hajde te unë, ma jep tani. Zot, shiko! O, shpirti, o, foshnja ime. Ku është ëmbëlsira ime? Ku është ëmbëlsira ime e mëngjesit? Ha? Për këdhele hall, për këdhele atë? Ëmbëlsira ime, qëngjim I vogël ti, shpirti im, o, shpirti, o, foshnja ime. Gjashe Hafiz, për këdhele dhe ti pra? Do ta përgdhel sa po halla jo dhe ta lejoj e dashur. Doja ta vëja në gjumë, por ajo nuk më la. O, zot, ti po I kafshon barkun fëmijës. Dhe I qesh aq shumë, sa pasaj nuk mund të flej. Jo, Çfarë të keqe ka? Ai nuk po qan, por buzëqesh. Unë sot e mora kara në punë. çfarë ke bërë ti? Po, ai do të punoj me ne tani. Çfarë? Çfarë ke bërë? Shala, shh, Oh, mos bërtit këtu, fëmija do të qaj tani. jo, zemër, unë nuk të thash ty ashtu, I thash Larës, u zemrova me të, por jo me ty, jo. Ti pse merr vendime vetëm me kokën tënde? Ë? Pse? A ka djeni Barbaros për këtë? E punësova dhe mbaroj, shkoj, do t'i them edhe Barbarit në rregull. Pse më dëgjon ti kështu? Pse më dëgjon ti kështu, ha? Jam vonë për provim, në rregull, hajde shihemi. Hajde buzëqesheni pak këtë fëmijë. Hajde shiko si qesh ai, hajde. He, shiko, ajo iku, shikoje ti atë. Eja këtu. Shikoje ti këtë të zgjuarën, shikoje. E solli fëmijën këtu qëllimisht që të mos bërtasim. Kujt I ngjau kjo vajzë kështu, ha? Shpesh thonë se vajzat duken si hallat e tyre, por nuk e di e din. Princip, eja këtu, eja. Pogo, Merë atë, merë. Çfarë ndodhi? Ti e hape vetë derën tënde? Po. E hajde hyp, çfarë po shikon jam vënë për klas? Jo, nuk e di, dua të them, ti gjithmonë më detyroje ta hapja derën. Ej, në rregull atëherë. Të lutem, hape derën Barbar, hajde. Au bë tani. Është në rregull, a mund të shkojmë? Hajde shpejt. Nën, unë po shkoj në treg. Në rregull, bi. Përshëndetje. Unë në fakt dua të denoncoj një kriminal. Një kriminal që po kërkohet. Hajde ta keni këtu. Hajde le të shkojmë, hajde. Hajde në shkollë. Ja edhe ty kështu. Të lumë. Prit, ngadal. Çfarë duhet të bëni? Të dëgjojmë mësuesin në shkollë, në rregull? E ju lumt juve. Hajde mësim të mbar.
Hajde miru pafshim. Policia po vjen. Policia po vjen. Çfarë po ndodh? Zafer Atesh, duhet ju arrestojmë. Urdhëro mësuese. Si ishte provimi? Mendoj se ishte e lehtë. Ishte mirë pra. Hajde të shohim, kam vetur pa kohë për të marrë diplomën tënde. Dhasht zoti. A mund të dal tani? Sigurisht, sigurisht. Punë të mbar. Faleminderit. Do të jem në kompani për gjysmë ore. Ai tregoi barbarit që më punësove. Sigurisht që do të shkojmë në gjykat para se të shkojmë në kompani, apo jo? Haha. Sigurisht, sigurisht. Të shkojmë dhe tua japim atë videon e nësëmjes atyre le të kapet fajtori sa më shpejt. Hajde të shkojmë. Por më duhet të tregoj ty diçka tani. Thuaj. Unë bëra diçka për të cilën do të zemrohesh. Gylajshe për hir të Zotit. Çfarë mund të bësh vërtet në qendër të arsimit fillor që mund të më zemëroj? Më thuaj çfarë? E po në fakt unë e bëra mbrëm atë. Mbrëm. Haha. Jo, nuk e bëre. Nuk bëre asgjë për të më zemruar më shumë se sa dërgove çatalli në burg, apo jo? E nuk jam aq e sigurt. Gylajshe, thuaje më. E barbar, ti që tani fillove të zemrohesh? Mirë vajz, thuaje vetë dhe hiqe qafe. Edhe ashtu unë do të shmendem me atë gjën, jo me ty. Sigurisht. E po nuk do të zemrohesh me mua, të me thënë. Thuaje Gylajshe, hajde. Unë e punësova kara mbrëm. Arsyeja? Arsyeja? Sepse nuk ishte asgjë për të mbajtur. Doja t'jep një qëllim për të jetuar. Pra ti dhe ati një arsye për të jetuar, apo jo? Barbar, a do t'i jetë gjithmonë kështu kjo gjë? Ti
Ti mua nuk do të më duash, por do të jesh xheloz për mua, apo jo? Nuk do të jetë gjithmonë kështu. Do të ndryshoj. Çfarë do të ndryshoj? Çfarë do të ndryshoj më saktë? Ti do të fillosh të më duash mua? Apo do të ndalosh të qenë xheloz? Urdhëro Ali. Çfarë ndodhi? E arrestuan Zipkinin. Çfarë? Çfarë po thua ti barbar? Zoja Nazmi ju dërgoj për shëndetje. Ajo po ju pret në kompani të tyre. Ta marrim deklaratën e të dyshuarit. Merreni. Çfarë po ndodh? Zipkini që nga arrestuar, edhe Nazmi është brenda, hajde. Çfarë? Lara ju Poglu erdhi në kompani. Mirë se erdhe mbesa ime dashur, mirë se erdhe kushëririmi dashur dhe sigurisht ishte ndrim. Shpirtat e mi, tani, situata është kjo, Dashamir. Zipkinin e arrestuan. Ka shumë të ngjarë se ai ndoshta do të dënohet me burgim të përjetshëm. Por unë kam një video që mund të shpëtoj atë. A nuk e vrave ti babajnë tim, Kara? A nuk më ke bosh një baba? Unë vrava babajnë tënë sepse ai duhet të paguante për atë që bëri. Ky rrëfim do ta shpëtoj Zipkinin sigurisht. Por kësaj radhe, Kara do të dënohet me burgim të përjetshëm. Apo jo, Gylajshe? Nuk do të më detyrosh që të zgjedh dika, apo jo? Po, do të detyroj. Me që ti po më sakrifikon mua, ti do të zgjedhësh këtë sakrifikosh për mua.
Hajde tani, është kara apo zipkini? Zgjidh cilin. Zgjidh. Kë do sakrifikosh? Djalin apo foshtin? Zgjidh tani. Për kë do bash barën mbi supet e tua gjatë gjithë jetës? Zgjidh tani. Cilin mëkat do ta mbash mbi supe? Zgjidhni! Cilin nga vëllezërit ta marr? Kë do doje ti ta sakrifikoje? Lara?